Ky boksier shqiptar ishte afër përballjes me Tyson Furyn. Britaniku e konfirmoi vet, e pastaj gjithçka ndryshoi. Nelson Hysa, boksier shkodrani pampostur në 24 ndeshje, u përfol javë të tëra si kundërshtar i radhës i Furyt. Vet Gypsy King e konfirmoi publikisht se Hysa ishte një nga emrat kryesor në konsiderat, duke e quajtur goditës serioz dhe duke e vlerësuar maksimalisht shqiptarin. Të dy madje ishin parë duke u stërvitur bashkë muajt e fundit. Por negociatat u ngadalsuan dhe në fund Fury zgjodhi një kundërshtar tjetër, polakun Mariusz Wach. Ndeshja u zhvillua, Fury fitoi dhe emri i Hysës mbeti thjesht si çfarë mund të kishte ndodhur. Por historia mbase s'ka mbaruar. Fury ende po kërkon kundërshtar para përballjes së madhe me Joshuan. A ka mundësi që Hysa e Fury të përballen në të ardhmen? Çfarë mendoni ju? Jepni mendimin tuaj në komente dhe bëni follow për më shumë video nga sporti.